Të dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama me vasalët e tij të parlament bën gjithçka që ta nxjerrë parlamentin jashtë kohe, që t'i imponoj parlamentit një agjendë e cila s'ka asgjë të përbashkët me interesat tuaja. Sot, dy janë çështjet më themelore që interesojnë qytetarët shqiptarë. Nafta dhe integrimi europian. Integrimin europian ju e mbyllët, dërgoni poshtë e përpjet të deleguar diskreditur, të cilët jo që nuk ju zgjidhin ju punë, po përkundrazi neverisin të gjithë ata që i takojnë. E bazoni në telefonata hektike të një njeriu që uroj që të mos i marrë ma në telefon, që i kap dhe nuk i lëshon në telefon. Por kjo nuk është procesi i integrimit. Procesi i integrimit është për momentin heqja me njëherë e imunitetit të Lubi Ballukut dhe dërgimi saj atje ku kërkon spaku. Është paraqitja para skapit e Linda Ramës, arkitektës së vërtet të kopshtit privat të Edi Ramës. Ju mund gjeni prokuror që fshet dokumentat dhe përjashton Lindën. Po, por problemi është se dosja është në gjithë Europë. Dosja Akshi dhe Lubis janë dosje europiane dhe botërore. Ju mund të hiqni këtë doli të vini cilin doni, po dosjet janë aty. Ju e morët vesh. Çfarë deklaroi komisioneri atje? Përgëzoj Malnezi që filloi hartimin e traktatit dhe vazhdoi me një frazë pa cituar Shqipërinë. Lufta kundër korrupsionit dhe shteti ligjor, vetë kuptoi Shqipëria, mbetën themelet të këtij procesi. Ndaj dhe nuk ke dorëmend, por të paktën ne u themi shqiptarëve se parlamenti është jashtë problematikës tuaj. Po nafta, 150 lek shitet në Maqedoni, sepse Maqedonia mori masa të tjera pas rritjes së çmimit. Dhe kjo shitet për të gjithë qytetarët, për fermerët shitet shumë më lirë. Përfundoni ju lutem. E keni shtruar në një ndërshkim për shqiptarët. A mundet parlamentit ka përcej këtë çështje? Mos harroni një gjë, se qëndrimet që mbajnë u bëjnë fajtor. Jeni krim në vazhdim, jeni krim në bashkëpunim. Po, ju garantoj unë ju, sepse nesër Edi Rama paditet si mashtrues publik. Faleminderit zoti Berisha, ka mbaruar koha. Zoti Berisha ka mbaruar koha dhe ju lutem respektoni procedurën. Kjo nuk ishte fjalë për procedurë. Zoti Berisha, ju lutem, ka mbaruar koha. Ju lutem, na lejoni të vijojmë seancën. Ja, po. Më tepër se sa me lejon të koha. Zoti Sajmir Koreshi, procedurë ju lutem. Për gjithë jetë... Ju lutem, zoti Berisha.
Zoti Berisha, respektoni kolegët e tjerë që kanë fjalën. Fjala është për zotin Sajmir Koreshi. i nderuar